podcast është vetëm për të Si mendon për këto protestat plagu që deri tani kanë qenë shumë paqësorë dhe që unë mendoj që duhet vazhdojnë të jenë paqësorë. Po pash një ca skena për shembull që nuk e kuptojnë ajër këto qeveri shqiptare. Pse duhet për shembull të dëgjosh protestuesët me ujë? Nga investimi që ka dhënë se këtë bllokosh $3 bilion, e kupton kod, nuk është shaka. Çaj ka arabe të plakë zgjot me mjesë dhe e hut. Po çaj ka arabi zi e bura si Po çaj ka arabi zi këtu bur. Jo. Normal. Asnjë vaksinë s'do të na bëj fëmijëve. Unë nuk jam mjek, po kam asnjë vaksinë plagë s'do të bëj fëmijëve, boni çfarë doni, boni korrupsion, boni çfarë doni, vetëm vaksina mos bëni fëmijëve. Thotë ky dhe thotë pastaj që po nuk jam në mjek, thotë, të paktën kjo është. Unë thjesht jam një cop kardiokirurg. Në rrugë si që mendur, njerëzit të shohin me habin nga pa. Ças kamerën, gjithë pisliqet e botës si ka. Ças kamerën, gjithë pisliqet e botës si ka vaksina më. Kam një gjuhë që ka dhe shurë ketri, imagjino, po thonë, shurë ketri, mëna. Molto s'ka dume. Çik, pak. Kujdes, kjo krijon varësi. Nëse qesh me zë në rrugë, mos thuaj se dihet i. E kur me një progresist. Që përnet më si keni të ndalë mira? Tan mirë si keni ju ande nga anët tuaja, në Belgjik, Francë, Gjermani, Danimark. Ande. Po mirë, po mendoj me shku çik në Shqipëri për. Hollanda, do ikësh Shqipëri? Jo, çuna goca Luciferi dhe Shqipëri. Ta dini, bani pritën. Pa janë i pritën. Pa. Ja. Pa. Ç'është? Kjo është një le të themi një vafer korruptive. Ha është shiur, po ha gjatë punës. Ç'e di vëlla? Një që s'kene i bosk mbi kokë, si do thotë ç'a bëjnë këto kare. Bosk mbi kokë kë. A vafer me çokoladë zez plak, nuk di. Bola si puna ime vdesin për këto gjona. Për tëmble, për sheqer. Po bëj, a kam qa. Është shumë fondente apo jo, ha? Fondente. Po, shumë. Fondente. Sa përqind është çokoladë kështu kakao? Porqind ke bylla, porqind ke që të vdek. Po vetë çfarë? Po se janë shumë e mirë për zotin. Isha të vdek se s'kam vënë gjithë ditën sot. Kam ngrënë vetëm gjëra me krip, asi gjë si puna kësaj. Po pra, tash vjen kam thënë që tëmblat nuk shkojnë në stomak, shkojnë në zemër. Pra ne ke mundësi të hash atë. Sa i mjeshje, folë shumë bukur atë. Për këtë meriton shumë janë në këtë jetë. Ndër të kiti që do t'i vesh vetë se ti jeti to. Po. Ç'a bëhet? Si ka shku? Jo, ka marr VPN më në fund. Tash. Po ç'a du? Pa diti kur shoh ato pornot. E dindi kur shoh pornot. Se na prish internetin, linja, çdo gjë. Çfarë thon? Jo më ka mirë internetin fare, linjën çdo gjë ka mirë. E kam hap tani për shembull. Ja, asi problem s'ka. Po çka ke marr, ha? Këndër mund të bësh një plan në një gjë. Ka shkruar një nga ndjekësit e si bëhet ajo. Do të vras, do të gjej. Hakimi Twitterit. Do të vras, do të gjej, thash mos më vrisin dot, s'ngjeni dot, edhe normalisht nuk më gjejnë dot plagë. Ja, ti u zhdukau. Po ç'a më gjetë? Po ç'a më gjetë? Po pa zot. Nisim këtë podcast mrekullueshëm me një video. Pa kuj, se mas çokoladë se ti. Pa kam këtu kafe apo ç'a fleti kafe me cigare si kafe gjana cene. Jo. Unë i them çdo kujt as si vaksinë. Ky është avokati i njohur që ka fituar shumë çështje botërore. Jo, s'është Ngjela, ky është avokat. Jo, më të njoh plagë. Fuck arrojme. Nice. Shumë i njohur si avokat. Ky është shumë i zgjuar plago. Po. Është shumë i zgjuar se përveç se është avokat, është mjek, është politolog, është gjithë ajo plagë, është ekspert në çdo fushë të mundshme. Dhe kur ai thotë jo, është ligj apo jo. Po, është ChatGPT-ja, mos e neve ky. Po, është ChatGPT-ja, është ChatGPT-ja. Ne dëgjoj. Doni blini, bëni korrupsion, bëni çfarë doni, mos bëni vaksinë fëmijëve. Asnjë vaksinë s'do të na bëj fëmijëve. Unë nuk jam mjek, po kam asnjë vaksinë plagë s'do të bëj fëmijëve. Boni çfarë doni, boni korrupsion, boni çfarë doni, vetëm vaksina mos i bëni fëmijëve. Thotë ky dhe thotë pastaj që unë nuk jam në mjek, thotë. Okej, të paktën kjo është. Unë thjesht jam një cop kardiokirurg. Që merr me atë punën që bëj, po pak politikan, diti se ne shqiptarët vdesim për politikë, fare. Ha?
E për që proteste madhe për bota, I kot pa lidhe fare. Shumë mirë boni. Boni qatë boni, dilin protest, mos dilin protest, nuk ka rëndësi, po vaksina mos boni. Vetëm vaksinat mos I boni me pak fjalë. Duhet dini. Asi vaksinë plako. O zvërnet, se që po vaksinë, o zvërnet. E pa me atë kur pije plako atë që thoshin kaçurrel, që ishte ajo zvërneti me atë. Mos zvërneti që ka qenë konjak me zvërnet. Po, si që thonë atëherë në çunat e lajës. Zvërnet branka ka qenë ajo pija. E pa parë. Zvërnet branka në burë. Ore tin kaçurrelcën e njeh. Çunat e lajës e onin e gjë flakë vetëm për karin e pidhin ditë një kohë. Po, çdo gjë ishte kari pidhe, po. Nice. Ky është mirë, gjë. Dhe këtu flas si avokat. Dhe më dëgjoj çdo prind. Shikoni pak kush I prodhon. Për ky kush I prodhon aty është problemi plak. Kush I prodhon ka? I prodhojnë, e di kush I prodhon plako? Kompani farmaceutike. Jo, mas besoj e burr. Ti kush do ti plako që ti prodhoj vaksinat e tua? Amerika, kush tjetër? Jo, Amerika po. Donald Trumpi. Për shembull, kompani Donald Trumpi. Gjithë ky nuk është se pa fut kod. Ky thot, shiko thot kush, tani s'ka besim ke vaksina, se thot, shiko kush po I prodhon. Dhe realisht ato që po I prodhon janë përgjithsisht kompani farmaceutike. Vaksina G me ti do që vaksinat e tua ti prodhojnë në një kompani ku dëgjon çokoladash për shembull. Sa ato janë që e marrin seriozisht, si e ke vënë re, kanë një çokoladë keqe s'ka, pse sa të marrin seriozisht punën e tyre. Dua në një kompani që merret me këto prerjet e lëkurave, ka pizzerie, por tamam, që I ndani bën se është lëkura e njeriu, lëkurë është fundit. Po ai merr aty. Më thënë, thamë shkojmë në një pizzeri. Sa pizzeri? Te pizzeria. Imagjino, një pizzeria. Ku urita ti plagë do ta le ta pizzerin. E këtu ke pizzeria do jem domun, po dhe le makinën këtu lani bashkë. Me bukur se njëtë me të pizzerinë dhe pizzeria, dhe thot njëri që ka marrë, po ku është ta pizzeria? Te pizzeria. Ku është pizzeria më? Ta pizzeria. Te pizzeria më plagë që ke këtu për bërë. Te pizzeria më ke. Ta pizzeria plagë është një me te pizzeria. Te pizzeria jemi dhe e kacu. Ise bo pjesë. Nese. Te pizzeria, nese. Që ishte bo pjesë. Shikoni pak kush I mbron. E që duhet më shkend. Çe duhet më shkënte thot kush I bën dhe kush I mbron. Kush I bonte dhe kush I mbronte? Apo po. I mbrojnë përgjithsisht I bojnë kompanitë si stat farmaceutike dhe për t'i mbrojtur I mbrojnë normalisht edhe Sorry, po. I mbrojnë përgjithsisht institucionet zyrtare të çdo shteti, domethënë po pse që ku kujton ata plagë, se ndonjëherë me pak fjalë njerëzit më të pabes në botë I mbrojnë dhe I prodhojnë. Kurse kush do doje që ti bënte? E dëgjoj Alfred Çakun që thot për vaksinat edhe jo është. Mos I bëj, normalisht mos I bëj. Po, për shembull, Trumpi ka të administratën se flasim për Trumpin, megjithëse Amerika është krye të botës, Po, ka. Po ka të administratën e vet, aty ka 2-3 koka që deri dje nuk I dëgjonte, po tash I dëgjon. Ato I thonë për shembull që kjo është e mirë, kjo na bën mirë, amerikanëve I bën mirë. Tash ky nëse do të zgjidhet mas këtyre viteve prapë, çfarë do bëj ky? Un kam një mendim. Po them që serrum fare për një ditë. Unë them që mos I bëni vaksinat, se vaksinat janë të këqija. Këto vafra që po unë jepini fëmijëve nga këto vafra, se këto vafra janë shumë të mira sipas avokatit tu. Avokati janë vetëm vafra. Atë po thoya për vetë, e kemi ngritur shumë pedestal këta njerëzit e kokat dhe shkencës që dalin dhe thonë përdor këtë, bëj këtë fëmijës janë këtë mosh, nuk e di. Daku, e strapet nuk bën tash, edhe vaksinat nuk shihet tani. E strafulla mas 50 vitesh, e strafulla. Mas 50 vitesh flasim bashkë. Nice, ti fëmijës tënd që fete do ja bëje vaksinat apo s'do ja bësh? Do japësh vetëm çokoladë si puna ime. Çfarë thua? Kush jam unë para doktorit edhe këtij që nuk është doktor, po duket si doktor. Jo, unë do ndjek vetëm avokatin, nuk ndjek fare doktorin tim. Po ky që ardh në studio plagë me atë këmishën e bardhë doktorit, po nuk është doktor. Nuk e di pse interesohesh. Ka të forta se thon sa për shkakun që fëmia për shkakun që ka bë vaksinë, si thotë, po unë kam bë vaksinën, ç'ti bëj? Duhet ta shplash në toksinat. Po më I bën sauna. E shplani nga toksinat e bla. I bën një sauna. Ma me ato vaksina të tjera që bën në njëri kohë,
që kanë, po dhe shohësh një brez i caktuar plago në viteve 90, kishte këto vaksina që janë së shenja, si vula. Ajo është vaksina, ajo bëhet në distancë, ti se ma mes që një vogël, pa ajo vjesh në distancë, lësë do të bëjë përshkatojnë. Pa ne bota që madhe e prima. Kërë bone, 20 vjeç e bone vaksinat? Po, unë e majmen. E bëri frutin 20 vjeç. Ditë fort të di që unë, plaka ime kishte 2 libreza shëndetësie për fëmijët e saj, për mua dhe për siblingun tjetër, dhe e forta është që për siblingun tjetër kishte gjitha informacione për mua, plaka tha, unë mendojta që ti ke kalu frutin. Gadapu më plaka frut për 14 vjeç. 14 vjeç frut. Tjerë të bëshin 14 vjeç dhëndër, unë bësha frut. Më mire, si pas më kalu frutin, më mirë që të mund është. Jo, po, s'ma i mena te, kur më zuri fruti plako, më dole në to ca pika kështu dhe unë kështu, më duhet si frut nuk është se ti ka kalu frutin. A kam kalu, edhe unë kështu, pas më kalu frutin. Po se si frutin, se ki që fare plako, ti do vetëm mish. Se ki kalu frutin para mish. Para herë, mami kështu, para herë, jo fruta, perime. Ka rritë mami, si du fruti, suët fruta. Nëse janë nga gjitha frutat. Po, normal. Kur hapeshin këto epidemitë atëre, ato vaksinat që ishin me shenja ishin ndaj kështu si shenja, që tipit e ke bërë plaka dhe mos ishte një rrezik për tjerë. Po, bravo. Ti vule. Ne e kishim në të shkretë mas normalisht. Mas i ra. Që merret vesh, ky është vaksinu, pra ne e bojnë atëre plak, tamam, ky është vaksinu ky. Po, ishte me 2 gjilpër, se përshifsha në internet dhe se përdorshin njëri kokë. Po si e bënin atë shenjen? Si e bënin shenjen me zjarr? Me 2 gjilpër plak, nuk ishte me një kokë. E kupton ti? Kishte 2 që si ngulte për herë ajo, me qenë çfarë efekti jepte. Jo. Edhe krijonte atë kështu si kurrje. Si dam gjithë jetën. Anes. Jo, se dia këtë, do ta shoh sot që legeni, si se ka thon këto, kena jetë shok. Po, të shimanzori TikTok-u, e këto. Me që jire, bërë. është me ragu TikTok-u. Nëse, ti vaksinat ka lemojë dhe ja bosh, me kisë me zotit, dhe se bosh. Jo, unë të shi, jo. Do në kisha për t'ja bo, po pashte videon dhe besoj është shumë i qartë që s'duhet me ja bo, në këj moment. Kur tha erdi ke lemoni, o babi, do të bëj vaksinën, dhe i tha, ape gojen babi, urdho berete edhe qokolatën, 90% kakao. Kakao, 90% kakao me mirë. Edhe tha, ti babi me mirë në botë, normalisht, që të thotë. Babi me mirë në botë. Normal që jam babi me mirë në botë. E pari jes kam qef me pa me qa. Se kam të perre, kam këtu, se nuk jam si... Unë kam qef vetëm me pa me qi, që kemër... Me pa me qa. Nese, të gjëm qik. I ligu, armiku, ai që nuk e do njerëzin, ai që nuk ju do juve, ai prodhon, ai promovon. Ç'm duhet më çka kamerë vas. Pra këti nuk i intereson që ka mërë në vaksinë. Ky nuk e kupton që ka një shkencë që mund ta shohë që vaksina është apo s'është e sigurt. Nuk çam duhet mund të kur atë e shpërndan, e prodhon i ligu. Ose shkurt liga. O liga. Çka jetë botë, çka planesh ke, do me marrë njerëzimin. O liga. Lega pro. Nice. Gjë. Liga par. Kjo është shkencës, jo po kapte e katë. Qas kamerën e gjithë pisicit e botës ka. S'po meren atë. A shkun ti ke hasmi atë. Qas kamerën e gjithë pisicit e botës i ka vaksina mërën. Kam një gju që ka dhe shur ketri, imagjinohet më thonë. Shur ketri. Që është dorë me një për... Që është dorë me një për te që griprat, nuk është është në gjoj e keqe, po them, qas kamerën e. Unë si jam doktor, po. Po qas kamrena mund ta them. Unë mund ta them qas kamrena se unë doktor. Po qas kishte më plako. Molto s'kardume. Qik. Pak. Molto s'kardume plako viteve. Dhe me në që do me përkësu njerëz. I hedhin molto s'kardume, mos i... Po më burë. Po aqe që di ngratë më se burat e shkretës tim, po aqe më plako që disinfektore, klor. Po. Është fje, gjë. Që si vjen vaksina era pishinë. Bravo, është fje. Me mori ilaçe për fëmijën tatë. Kur ai thot, shoh po zhduk me gjithë familjen. I shoh po zhduk thotë me gjithë familje. Dhe ti merr ilaçe shkëtë. I thot fëmia këtij domethënë. Jo, i thot ai që prodhon.
Bill Gates. E që përdoj thon, isha të ishte bëj. Isha po ja shuhi linjën e jetës komplet të tyre. Ëh? Nëse ky vetëm duhet s'ka fëmijë, ka bogastile që mos s'ka mundësi që t'ia vaksinë. S'ka valla. Se ti vjen zor, ky s'po bë fëmijë se dramove që mund të jetë ditë në televizion plagë të thonë, po ti ke bë vaksinat, po ja kanë bënë atë para të dytën. Po jo, po se zor riun në plagë se bën në shtetin dhe në pozit pastaj që do ta bësh me zor. Unë më mirë s'bëj fëmijë fare edhe ja ku jam. Po. Ja ku jam. Shi, duke vjetë në ty. Unë duke shumë mirë. Pra, ju thashtë duke vjetë shumë mirë, shumë mirë. Vërtet është plagë që ti ke të drejtë mos ja bësh fëmijës vaksinën, por a duhet mos ja bësh? Këtë e di vetëm. Ke të drejtë. Tash nga janë prove të çosh fëmijën me i kosh me çerdha. Po. Si ke bë fëmijën vaksinës? Fëmija vjen komplet i masakruar çdo ditë plak. Çdo ditë. Po, çes kam dëgjuar pra. Gjithë smundjet i sillën në shtëpi. Po çes kanë për vakcina mrena plak. Sa ato luajnë me kopësht nga që marrin lodrat plak se aq janë kopë. Lodra. Edhe çfarë bëjnë këto tani? Vaksina. Edukatorët, po nxjerrin tufën vaksinë thonë luani me këto. Luani me këto vaksina. Luani me kalamaja në vëndësi. Po, imagjino sa e dëmshme është vaksina plako, saqë gjatë kohës Covidit ka qenë njëri në Gjermani plako që kishte bënë 40 vaksina, se shkote gjasme i bote për tjerë, kemi folur duhet në një podcast. I bote për tjerë plako në që nuk donin me i bote tjerë se ishin kështu dyshonin se puna këtij të avokatit për kullushëm. Edhe këto tjerë lart pagunin këtë, ky shkonte paraqitje, am filani thoshte edhe bote vaksinë ky kishte vot 40 copë plako merrte lekë për. Imagjino sa pa sigurt ai ishte ky dhe ky është akoma gjallë, imagjino çuditërisht. Po, kështu është kur janë vaksinat pa vula. Shkon ai prapë ti. Jo mos jam për zot, kam i çun xhaj, më janë nisoj si. Po, drejt. Shkoj. Kaq mjafton po tjerë në duan kokë. Tamam, ju kera. S'është fusha ime. Fusha ime është kjo, këtë armiku, kush është armiku? Unë kam studiuar gjithë jetën dhe kam mësuar që këta që kontrollojnë Big Pharma, këta që kontrollojnë BSH-n, janë njerëzit më të ligjë që ka pa ndonjëherë njerëzimi me sy. Soros, Bill Gates, Fauci, Abramovich, çaj ka ai, ky tjetri. Edhe futën dhe Fauci. Nuk mund mundoj se përmene këto konspiracione direkte janë direkte tregon Soros, Bill Gates janë aty. Edhe ky Angmandermoni. Soros, Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton dhe Fauci. Po mania shqiptarëve. Në Kosovë bëhet shpesh kjo, po mania shqiptarëve dhe të Shqipërisë që theksin ja japin një gjoje mbrapsht komplet, domethënë nuk e di pse. Fauci. Po se ka Fauci me ka Fauci. Po si doj kare ty. Ashtu pra më do mu. Banana. Po vaksinë ti. Dua të ha një banana. Ti kështu. Po s'është banana. Banana. Se e theksin këtë trafi. Nëse kështu e vëta bla. Po mërë si ja bërë. Kush e këta këto theksin e bërë? Kush janë këto njerëz bla? Sorosi, Bill Gates. Jam këtu në Napoli. Fauci. Ke qenë në Napoli? Napoli. Jo, Napoli Lopa. Po. Napoli, se ku Napoli neve. Hajde, epi. Tu së pje një li. Nëjse. Mos folë si kineze, po. Turneri, këtë thoshte e troqme, unë kam video me intervista, i kam zirë Facebook intervistat e këtia. Qa thoshte kë? Thoshte kë, që paksohet popullësia, filloj me modeli kines, thoshte. 2 prind vetëm një fëmijë, fëmija që do rini vetëm një fëmijë. Të këshu shkon të ke 1/4. E thoshte më hapë, po fare. Ky në një ditë në u vë... Kur drejta të zërin. E thoshte më hapë. Amamër, si e thoshte mërë. Jam, 2 prind me një fëmijë, për shumë më shifë më single. Ha? Palidhe. Që do unë këto për? Pidh. Ka veç që gjithë moshatarët e mi. Moshatarët e mi 60 vjeç. Ne i buke qopte po mundë, ne i gjo, ne i pidh, ne i kriko. Qa të lejnë në zërë. Se kështë Porta plako. A i thot ky
Ai me gjithë të plagë përgjithsisht bojnë më rrethosh. Bojnë kështu plagë. Bojnë këto intervista që me demek janë sekrete, po çuditërisht i ka interneti gjithë ne. E kupton? Po jo më kam dhënë në Facebook, po e tha me gojën e vet ai më burr. Le të vdesin të gjithë. Ka vdeksin e burrës. Ai shef plagë që s'ka reagim asalla. Tu shihen në ropt. Gjithëve, tu shihen në ropt tot. Ja. Nga më shumë tuti që më i bukur. Se pa thashë ai kështu të shari. Ai blesa një moment tha vdesin gjithë, pastaj tha nga vaksina fillim, pastaj tha ja uroj, tha vdekshi. Ka vënë apo? O fauç, no, o ndërsira. Do të ka aty çfarë thosh, se në brev. Jo, s'ka sistem gjë tash. Ju më dashuri fëmijë. Si na u bë ky? Ky ishte ai që do të sa më pak fëmijë. Ç'ne ky u bë koka botërore e financimit të gjithë parave për të gjithë vaksinat e botës për fëmijët. Maroko nuk të loja, nuk ka më për mua diskutim. Ç'më duhet mua shkenca e madhe e këtyre. Unë kam mësuar çfarë shkenca e këtyre. Shkenca e tyre shpiku vitit 1907. Shkenca e tyre. Shkenca e këtyre shpiku i vitit 1907. Apo pse jo? Jo, e di unë si është shkenca e tyre se kjo shpiku i 1907, aha, dëgjoj. Po. E ka shpik Rockefelleri. Ka shkatruar. Unë faqe kisha harruar Rockefellerin kjo lista e emrave. Soros, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, prisë është Rothschild. Gjithë sistemi mjekësor amerikan dhe masuesit botëror dhe ata evropian. Dhe rimën se ke fjalën, edhe evropian. Jo, pëlqeu se tha sistemin e shëndetësisë amerikan, sistemi i shëndetësisë amerikan plagosisht një cop letër, ai e shkryti. Gjithë nuk bënin dot si donin vet, nuk kishte sistem para këtij momenti. Ky është shpiku. E shkryti ky plagë dhe tha, dhe masuesës dytë botërore edhe europian. Edhe në Europë la erdhi ai dhe gjithë përqafuan sistemin e këtij. Mos flasin për Azin. E di kush është sistemi i këtij të plasë, ti se ke kuptuar, është vrit therr, plagoz, masakroi, jepi vaksina dhe vriti njerëzit. Aha. Epidemira. Epidemira sa më shumë. Epifte mira thoshin gjithmonë njerëzit për të mbajtur. Në të pifte mira në bark. Epifte mira, epidemira. Po. Da. Ky njeri është përgjegjës, ky Rockefeller, për shpikën e këtij. Rockefeller është përgjegjës. Rothschild. Mekanizmi që Soros më vonë. Një Rockefeller që ka përgjegjës plako i këtij sistemi që më vonë pas ka përveçuar Sorosi. Se kishte lënë aty në tavolinë, eri Sorosi ka leja kopjoj. Jo, ky kishte vizatuar plako me një cop drase. Çka kanë përbashkë këta janë çifutë besoj. Me Bill Gates me gjithë çifutë. Janë pse i sulmon bota, janë zgjut. Po, normal. Çifut më edhe çifut çinxjer. Quhet Rockefeller, shpiku i institutit e parë mjekësisë, i cili ndryshoi gjithë mjekësinë botërore dhe kthyer mjekësinë në varësi të farmacisë. Në gjithë historinë e botës, barnatorët, jo farmacistë. Barnatorët që shisnin restorantet, barnatorët. Barnatorët i majmen. Apo vetë po kai prezantuesi emisionit e po drejtin është ky? Nëse po flet njëri vllai na lë. Jo, vetëm ky është. Vetëm ky. Ku është vllai? Është me podcast i tjetri. Ai tjetri vetëm aprovon me kokë. Në këto podcaste kështu tipit. Hajde që unë e folse. Ai tjetri. Sa dush. Ai tjetri aprovon me kokë si ku kam fytyrë, qase që ai jep kokës vetëm ky. Barnatorë, po barnatorë. Me që ram ke konspiracioni ke Sorosi. Ke dëgjuar çfarë bëhet në Zvërnec? E heqim këtë jashtë. Sorosi 3 vjet ka 100 vjetorin, ë? Do ta besoj. Ke dëgjuar çfarë bëhet në Zvërnec? O Zvërneci. Fol më desh. Çfarë dihet ti për Zvërnecin, Lucifer? Po, kisha patë intervistën e saj, Ivankës, që thoshte që pash një ish lezetshëm, ë? Nuk e di rasizëm aty kështu. Për rasizëm e varg e pash e thash babit, e dua. Pra për vaksinën mos, thuj për vaksinën s'ke për ta bë. Se Trumpi që jam. Po, Trumpi e di se është Trumpi për vaksinën, do të ka, vetëm vaksinën mos i bë. Tiu kjo e bëlli gojë, uli kokën lago. Mirë tha megjithëse s'po vaksinën. Jo, uli kokën se shqiptarët e qimotra. Po të qimotra, por se shqiptarët aty ishte plako.
I duke u rrjedhën ja diçuna peshkatar. Po, me që ishte në brigje tona, prandaj thash. Nëse. Po, normal. Edhe uli kokën kjo, edhe tha ç'të bën ai gjëbavi, ç'të bën ai gjë, megjithëse pas e ul kokën, lutem ma blek këtë tishull. Po, drejt, shumë drejt. Kështu. Ideja është që një ditë prej ditës plago u zgjuam dhe në Zvërnec plago, në një zonë aty, nuk e di sa metra katror, po diku ke 6 kilometra katror, më duket ishin në zonë e mbrojtur, whatever. Dhe kishim vënë një gard të madh. Dhe normalisht sa veta u gritën aty plago ke ky gardi ca njerëz lokal. Pastaj një ditën tjetër plago nuk e di, ke pa lajmet apo po ti them I kam pa disi, po kështu çam ndelëshin në përdor. Pastaj një ditën tjetër blidhen prap njerëz aty, tani kishte edhe polici normalisht sepse policia po mbron pronën private nga njerëz që duan ta dëmtojnë. Por brenda gardit, pra tek prona private, kishin ca njerëz veshur me maska me zeza, plak. Që më vonë morën vesh ishte shoqëria e sigurimeve, do këtyre security, jo sigurimeve si gardë. Security e këto. Po, bodyguard gjona, po. Edhe kishin punësu një kompani shumë të madhe në Shqipëri, domethënë më të madhe ndoshta, që të këtij sigurisë personale, domethënë aty. Dhe ai kishte çu 20 veta aty plako me maska. Dhe në ca video që kishte on plako ato shashin nga rrobat ato njerëzit e plak. Oj, shif sharove. Sa më vesh. Atë bërapin panikë. Njerëzit do të marrë. Hajde, pronë. Po normal se ato janë paguajtur plak, po bëjnë punën e vet, po donin me karikullë çik njerëz plak. Mo bëj s'keni fuqi, na selvu, da? Në fakirë dhe mundi, ja morën tokën, po erdhi amerikani, ja mori tokën, o legjina, erdhi që i futi. Ja futi. Po, pastaj dëgjova plako pa fund që domethënë Izraeli plako biles u gjenerua dhe një foto me AI, po shumë veta e hëngrën, po disa nuk e hëngrën, që gjasme aty ishe vënë një tabel që thuaj kufiri, Shqipëria, Izrael, Zvërnec, Shqipëri. E kuptoti? Dhe 90% e hëngrë vese. Po, 90% e hëngrën, e vërtet Izraeli pas ka hapa aty. Pastaj doli një blogere shumë e njohur dhe shumë që flet vetëm të vërtetën dhe as i tjetër përveç të vërtetës. Dhe kjo tha, aty Izraeli tha do bëj jeton në Norvegji kjo plako. Atje është në burg Norvegji, se nuk del në Norvegji fare. Nice. Aty plako tha, Izraeli tha do ndërtojë një bazë ushtarake dhe nga aty do ketë mundësi të sulmojë për shembull Francën ose te Gjermania. Por ore planin e kishte kjo të gjithë, se kishte marrë aty në, nuk e di. Kishte mënyrat e veta, por ti e di si janë këto bloggerë. Bazë ushtarake të vogël, se 6 kilometra shumë e vogël që, po s'ka. Jo, 6 kilometra ishte vetëm pjesa e mbrojtur e kësaj zone, kjo zonë mund të jetë. Jo, 6 kilometra ishte vetëm kilometra. Po. Që ishte 500.000 kilometra që kemi në det. Po, tash pas është deti një moment plako, hapet i gjo aty edhe tërheqin zvarr plako njëri nga këto tipa që pretendonte që kjo tokë është e tyre. Tërheqin zvarr plako, kapër ja futën edhe njëri ngrushta këto, ky domethënë pronari i kompanisë së sigurimeve, ja futin ngrushtat e tipit plako, hodhën në byll, e si përfundime tërheqin zvarr dhe këto skena makabër plako, boheshin edhe s'po merrshin vesh se çfarë po ndodhte. Dhe derisa sot ka shpërthyer në një protestë shumë të madhe plako. Tashi, mund të shpjegosh pak ti, pse duheshin këto njerëzit me maskat e zeza aty, për shembull? Për shembull, pse duhet kompania që menaxhon, se jam i bindur që këtë nuk është se e menaxhon Kushneri vet, sepse Kushneri vetëm ka rreth projektin. Pra dikush aty është një pronar aty ose dikush i menaxhon këtë një kompani apo ku diun, një biznesmen shqiptar që merret me këtë tokë. Dhe ai vendosi që të vijë gardi. Okej, u vu gardi, tjetër muhabet këtë, s'mund t'i vën faj se vuri gardin. Sepse në fund ditës nëse është toka e tij mund t'i vëj gardin sa herë doj. Por pse duhet merrte domethënë të punsonte një kompani sigurimi aty që cillte njerëz, plako kur aty nuk është se aty ishte një godin dhe njerëzit do hynin me forcë, do thynin xhamat apo do vidhin sende apo gjëra gjë më përpara në tip proteste që do bëhesh apo njerëz që jo, protesta u mor vesh të bëj. Jo, protesta madhe, kam fjalën për protestën e këtyre të shkretëve që ishin të zonës. Po, ore, edhe nëse ishin 500.000 veta aty, përse duhet sillesh ti security kur aty s'ka asgjë për të shkatruar? E zem sikur këto njerëzit do shkatronin, do idhin policinë dhe do shkatronin gjithë të gardin. Çfarë do ndodhte aty plako? Domethënë çfarë do bënin këta dëm? Çfarë dëmi mund krijonin përveç se prishin gardin? Supozohet do prishin gardin, do prishin gardin edhe do zihen. Ore gardi shis ta zgjidhon gardin. E i ta hap gardin, e i thu njerëzve çfarë doni me u fut më? Po, kjo është tokë private.
Po, edhe kjo është tokë private, ai vej tabelat i thot pron private, nuk ka nevojë me vozgard, dhe ti s'duhet ta kalosh atë. Kush e kalon, prandaj ishte policia aty. Merret policia pastaj. Kjo është e bukur. Ky pse punsoi këta? Një ditë ajo toka ishte gjithë, ditën tjetër plak kjo bë tokë private. Po jo, ajo edhe mund të jetë shitur, se ma çfarë po tash unë nuk e di, po spekuloj. Unë kam dëgjuar që është shitur, domethënë është ata e kanë bler. Domethënë e kanë marr tokën. E kupton? Unë nuk e diskutoj, nuk po them që po ja marrin me dhunë, se nuk e dim këtë gjë. Kupton? Se më përpara merreshin kështu siç edhe mund të kesh frikë që dikush të marrë tokën, kupton? Ose të futet në tokë, ose në pjesën tënde. Më përpara kanë ndodhur njerëz të nuk besoj që është ky rast, por edhe mund të jetë, do ta shohim më vonë kur të zbulojmë më shumë gjëra. Çfarë ishte më e çuditshme? Është që e çuditshme tash të ndodhin këto 2006. Po ta bëjmë më shumë mister këtë tani. Ta bëjmë më shumë mister këtë çështje. Asnjë portal, asnjë televizion nuk po jepte asnjë gjë nga protesta, fla. E beson ti këtë? A treshja zvar, asnjë gjë. Shqiptarët plako, shkoni gocë vogël plako, hidhet nga kati i 5 dhe do të jetë anonime familja se po i vdes fëmia vet. Dhe gazetat dhe televizioni shqiptar, media shqiptare shkon mbi 100 motrën, hap Facebookun që ajo ka hapur ka qenë 10 vjeç. Të merr fotot plako ti poston të gjitha, të vjen nuk le me vdek. Por këtë rast poston emisione të merret të bën me Shqipërisë plako me kamera të gjithë, me tela me gjëmba, me tela me kamera, do çdo gjë regjistruar në kohë reale duke u publikuar pamjet dhe asnjë gazetar aty plako në fond. Asnjë, se do thosh ti janë të korruptuar. Okej, po jo të gjithë plako. Po njëri do të ishte shumë të shkojë më shumë. Një opozit do ta ketë, domethënë. Pranesh mia plako që disa stacione ose disa media të jenë opozit gjithmonë. Po problemi është që duke qenë. Po s'është puna opozit, më thjesht kanë plako, nuk ka nevojë fare, thjesht kanë ndodhur diçka, kanë shkuar ca njerëz aty me protestu. Vetëm kaq mjafton që ti thosh, po çoj gazetar për ku dijon çfarë do ndodhi aty, mos do ndodh asgjë. Mbase do ndodh me keq. Monopol gjëra, ti nuk mund të flasësh kundra pozitës. Po, ditë më të fortën. As influencerat online. Ore, as një person publik, plak, nuk doli një person publik, përveç aktivistëve të njohur, ku dëgjon Zhak Lekatari apo disa të tjerë që kanë qenë gjithkohë që vetëm postojnë këtë gjëra. Po e kam fjalë rrobshi janë gjithkohë. Po. Ti mund ta kesh edhe gabimin të drejtën tënde, por kur ti proteston për gjëra që janë gjithsesi pak humane, se s'kërkon asgjë në një gjë shumë serioze, shumë. Shiko, unë personalisht nuk e di akoma thelbin plak, se disa më thonë që prona aty ka qenë komplet private. Që unë këtë, nëse është komplet private, me thon drejtën, nëse doni mendimin tim, dhe nëse është komplet private dhe dikush e ka shitur, ne nuk kemi drejt bëjmë këtë që po bëjmë, sepse kapitalizëm, kështu funksion kapitalizmi. Shitet i prona, i bën çfarë do me lekët e tij, me pronën e tij. Tani normalisht bashkia përkatëse do vendosi projektin që duhet të aprovoj projektin që ata po sugjerojnë, por se çfarë bën ai me pronën është punë e tij. Shive tani, vedi se ka. Në vërtet i ke pronën tënde private, po. Qëse ajo pastaj shikohet që është një vend plako që mbaka ka shumë specie të ndryshme. Vjen shteti plako ta merr. Nuk është se ta merr, po ta blen. Edhe të spostonë, por ta merr, po edhe e ruan atë. Kjo pra është ajo që nëse është, më thanë që ishte komplet private. Nëse është, pastaj kur fillimisht dëgjova që 6 km2 ishin kështu tokë mbrojtur. Nëse është e mbrojtur, është tjetër gjë. Ashtu ishte jasme, ashtu thanë, se ka një problem plako që burrat dhe gjithë ata që dalin në protestë nuk flasin dot për flamingot, se janë zogj rozë dhe duket kështu si ge. Po, dhe qien mbyll, ishin këto zogj, ashtu janë, ishin këto zogj që qien mbyll janë, si janë. Po, shumë e vërtetë. Po, si janë ato zogj të mëdhenj që nuk qien mbyll. Edhe mas edhe për ne kanë qenë aq pak në protestë aty te gardet, se ishin shumë burra. Burrat kishin lënë shtëpi, kishin dalë gradë. Kishte qenë mbiles njëri kishte thënë, kishte qenë kështu protestë me përplluma të zi ose korba po vija. Po për këtë bëllëqira rozë për ka kalu. Jo do. Pa i dhe fare. Mbiles një nga ata me maskë tha, "Shifishi si vëqi janë të dy burrat." Si kokën gjithë. Kur dy burra, ato zojtë janë burra të dy. Me maskë flamengo plako. Po, perfetto. Nuk mendoj për shkak që mediat e vërteta ose gazetaria nuk do vdesi për sa kohë të ketë rrjete sociale. Rrjetet sociale do thotë që jeti atje, merr kamerën tënde në dorë, bën një regjistrim, se tash s'ka asgjë të bën regjistrim, tregon realitetin tënd dhe mund ta bësh dhe live këtë regjistrim.
Edhe unë nuk kam pse presun në plak nga News 24 apo nga shumë e vërtet, po ti pretendon nga televizionet kombëtare ose televizionet zyrtare pretendojnë që do sjellin lajmin e vërtet, sepse për shembull nëse ti je shef çfarë bëhet në media sociale mund të shtremrohet gjë, sepse për shembull ti je një anshëm shkon aty ti thu, "Shi çfarë po na bëjnë, po na rrajnë", ndërkohë ti duke I rraf ata, kupton? E ne nuk e di. Kurse media me demek është pavarur, vjen aty dhe filmon çdo gjë. Po ne dua shumë kënde. Më thënë, mos jetë 2 persona që po filmojnë. Janë 30 veta plako, kanë 20 të cilë plako e percepton ndryshe. Unë duan këmbë ndryshe plako, bam 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 bam. Ti mendon një soi plako si ato kameramante filmave porno. Ata shumë këndë. Po, plus edhe njëri sipër duke e pa kështu është e këndi çuditshëm gjë. Do thonë, po si do që tjetë, erdhi idiocia më madhe filloi kur filluan New York Timesi, CNN-i, France 24, Deutsche Welle. O plako, akoma Shqipëri vazhdonin ditë sot deri ditë e diell. Shqipëri vazhdonin këto emisione, ky tipi plak që dal për vaksinë. Po. Kemi ftuar këtë që nuk është doktor, po thuajse doktor. O plako, nuk ishte karlik më të madh, domethënë. Nëse si përfundim, e para herë njerëzit fillon duke dalë me shumicë dhe kjo është për të thënë sepse ishte plako Izraeli plako. Pra ishte Izraeli që po shkaktonte gjithë këtë gjë. Tani unë normalisht për gëzu plako, gjithaj protestën s'kisha pa ndonjëherë shumë mirë. Po, pritë ta investigojmë protestën. Më bë miq I kokër. Edhe më shumë kokër. Po, byth pule, byth pelikani flamenko. Nëse. Tash me vetëm, është Izraeli tash. A thu ti jetë Izraeli? Se më duk që kështu plako që Izraeli nëse është duke bërë gjë, do siguroj që të paktën mos dilë emri vetë, kupton? Kështu që çfarë bona plako, më shkruan një ndjekse jon dhe më dërgon një artikull plak në prill të 2024, e kupton? Të bërë nga kjo Washington Posti, ku Jared Kushner, domethënë dhëndri I Donald Trumpit, kishte bërë një projekt. Po, e drejtë. Dhe do bëj një gjë në atje dhe në Zvërnecviles. Madje ishin dhe video plako të këtij Fevziu vetë në emisionin e tij tregoi ca video që kishte bë ky aty që menaxhonte projektin, e kupton ti? Dhe ai tha që I tha ky do mbaj mend në këtë video që tha Fevziu, po aty thash zonë mbrojtur dhe ai tha, po ne pikërisht prandaj duam tha këtë gjë ta se ne që është zonë mbrojtur ne duam ta bëjmë duam tha sepse duam ta bëjmë një vend shumë ekskluziv, tha që kur të vinë njerëzit pikërisht për atë do vinë në Zvërnesa për të pa pelikanët, për pa këtë zonën e mbrojtur, do të thonë. Edhe thonë për të pa Harabelin. Izraeli. Jo më dau Harabeli për Arikan, a dëgjon. Po, dhe tani aty plaku kush e mbështeste projektin ishte Arabia Saudite dhe vendet e Gjirit Persik. Gjirit Persik quhet? Jo, vendet e Gjirit, jo Persik, fal. Vendet e Gjirit. Kaq. Cicës. Ku gjim kur. Po, madje më vonë Rama, pasi u bë protesta shumë e madhe, degradoi çik. Filloi Rama doli plaku dhe tha, "Mas sa nuk është Izraelita, por është Katari. Mund të ishte edhe Izraelita, s'ka ndonjë gjë, po është Katari." Do dolën dy emra plaku që u vërtetuan, u pranuan domethënë ashiqare që normalisht do dilte Katari do mbronte veten nëse s'do ishte e vërtet. Arabia Saudite plaku dhe Katari. Dhe asnjë gjë nuk u tha më në media dhe në Instagram dhe kudo, nga çdo aktivist kari që s'kishte lënë post pa bë për Izraelin, nuk boni asnjëherë një post që ore çka karin do Arabia Saudite me Katarin këtu. Për shembull. Po kur ishte puna ke Izraeli, pa pritur Izraeli është gjëja më e urrëtshme në botë dhe është shumë e kollaj të ndërtosh një konspiraci për Izraelin. Ndërkohë që kur ishte puna këto tjetër nuk foli më njëri fare. Kjo është një gjë shumë për të evidentuar. Në thelb se kujt po e japin në thelb. Kujt intereson? Apo jo. Po e kanë fjalë që ideja ishte po ngjallnin frymën në një gënjeshtër. Zgjoni se Izraeli po na pushton. Po zgjoni se greku po na qin kur. Zgjoni se po na vdes arabi. Bravo. Arabi po na vjen këtu. Dolën dhe ca foto plako të bëra me AI sigur ato buza me grek po vinin dhe aty gjasa për protestuar. Pa lidhje. Ato buzët me grek. Edhe forta është ato buzët më të mira me grek. Edhe plako edhe në televizion plako njëri po I mbronte keq fare, tregonte edhe pikturën që ishte me AI apo. Shiva ato buzat këtu me grek që po shkojnë. Shija rrova edhe janë gjithë këto mosha mi 60 plako. E kuptoj? Po normal, kur ka hungël ai apo si ka Seli Berisha, foton e
e Velies. Si boti sigurisht e Sali Berisha. Sali Berisha hungry. Çon. Sali Berisha hungry foton. Për sekond, Donald Trump. E ka hungry. Po drejt. Po ka hungry Sali Berisha hungry atë plak. Kishin bëu dirama duke pi drog, ja kishin çuar online, shkon ke Fevzio. Po ai ka shkamur duke pi drog. Ja si vetë. Aty kupton çfarë është opozita. Aty kupton kush është politika, po. Edhe aq keqin vend. Ditë fortë, po do të thotë çka ka bë Sala këto ditë, me që ka dëgjuar këtë lajm. Çka ka bë beson ti? Kat. Si di, besoj Asgjë. Besoj se ka bë kiki me mjes, është bërë Asgjë, me atë moshën të 30. I ka dalë lafsha poshtë, lafsha sipër. E beson ti plak që s'ka thonë as fjalë plak. As fjalë se Sala me atë Sorosin janë një. Jo, s'është me Sorosin, është me Trumpin se do t'i heqë në ngratën. S'ka thonë as fjalë plak. Pastaj doli në intervistë pas 3 ditësh protestë dhe tha nuk ka ndonjë gjë këtu thash. Do imagjino që ai duhet thjesht ta shfrytëzonte momentin me Demek siç ka bërë gjithë jetën e tij si opozit për t'i rajë qeverisë edhe kot, qoftë e vërtet apo e pavërtet kjo gjë. Por kur vjen puna plako, nuk tha thjesht ajo është toke private, ata e ka shit, joni çfarë problemi ka, se boni kështu. Çfarë tregon në të vërtetë, çfarë tregon kur nuk tregon që kjo punë pas ka rrënjë shumë të thella, pra, e kupton? Po, I ka, për disa influencer dhe para nuk flasin, sepse secili nga ato ka marrë sa do të vogël tjetë ka marrë diçka në këmbim nga qeveria, nga pushteti. Se kështu janë të lidhur plako, se nuk do të thotë që unë jam lidhur me kryeministrin, unë jam lidhur me pronarin e televizionit ku punoj. Ai është me kryeministrin. Drejt, shumë drejt. Që më gojën dhe vazhdoj. Edhe kështu ecin përpara, për shembull Donald Vesha, çfarë ka me pallatin 33 kaç, po themi, në Vlorë. Donald Vesha është presidenti i Amerikës më plak, ç'lidhje ka thë. Po pikërisht, e kam fjalën. Që Donald Vesha po mos ishte e lidhur me Borën, po mos ishte lidhur me motrat. Bora kishte humbur 16.000 ndjekës nga që s'kishte bërë asnjë post për protestën. Po e di si blen ato, në sekond. Pyet Elgit Dotën se ai është mjes ku blen këto gjonat e për qef ato. Po blen një për halla. Nëse por të investigosh pak më shumë plako, kupton që Jared Kushner i plako ka një private equity firm. Private equity firms, për ju që se dini, janë fonde që njerëzit kontribojnë dhe me këto fonde, kompania që drejton fondin, Affirmative Fund duket e quhen ky të vetin, këto investojnë dhe në investimet që bëjnë, i japin njerëzve që kanë dhënë lekët aty, mbajnë 1% vet për menaxhimin e ZZZ dhe i japin mbrapsht përqindje të ardhurash, kupton? Shumë nga ju, ndoshta që investoni lek, mundet të investoni në private firms, në private equity firms, nëse ju jepet mundësia, dhe janë lukrative, do janë të favorshme përgjithsisht. Por në rastin e këtij plako, suportuesi numër 1 i këtij ishte Arabia Saudite plako. E këtij. Do të thonë 2 nga 3 bilion dollar që kishte fondi i këtij, 2 bilion dollar ishte vetëm Arabia Saudite. Dhe në gjithë ato vite që ka ekzistuar fondi, që nga 2021, e di sa lekë kishte gjeneruar? 0. Do më thënë, nuk është bërë asnjë lloj projekti me këtë fond. Ky ndoshta do ishte projekti i parë. Ndoshta ky do ishte projekti i parë që ata do investonin dhe do thonin që tashim në fund mund t'i japim mbrapsht njerëzve që kanë investuar këtu. E kupton? Sa lek nga investimi që ka dhënë se këtë bllokosh 3 bilion dollar, e kupton kot? Nuk është shaka. Çai ka Arabia të plakë zot me mjesë do e hut. Po çai ka Arabi zi e bura si. Po çai ka Arabi zi këtu bur. Jo. Normal. As diskutohet. Po çka kërkonin gjithë ata protestuesit që ishin lë. Tashi, flasim vërtetën, projekti është 1.4 bilion dhe është një shifër kolosale për rajonin, sidomos për Shqipërinë. Shqipëria ka një GDP 1.6, pra i bie afërsisht 10% e GDP-s Shqipërisë, që është kolosale. Domethënë imagjinoni një investim në Amerikë që ka 20 trilion, të bëhet 2 trilion dollar investim, amerikanët do qiheshin mbyllë në gojë kudo vetëm që ky projekt të vazhdonte. Kështu që e kuptoj shumë mirë qeverinë shqiptare apo opozitën apo çdo politikan që thotë po ky projekt patjetër që duhet bërë. Dhe them drejtën, unë mendoj që projektet mëdha duhen bërë në Shqipëri. Ndoshta edhe në zona të mbrojtura,
Megjithëse jam çik skeptik për zonat e mbrojtura, por me zonat e mbrojtura për diversitet, domethënë ti je për të reserve zonë, për ta ruajtur zonën që njerëzit mund vinë ta vizitojnë, domethënë të ndërtojnë diçka që jo me beton, domethënë diçka që të vinë ta vizitojnë, e kupton? Po. Një që se tani normalisht këto zona të mbrojtura duhen shijuar apo jo, në një farë forme. Por ajo që s'më pëlqeu, kemi atë parkun e madh gjigant, bëje me bileta, kemi pastaj krijohet atë vendin që vinë njerëzit ta vizitojnë. Okej, po tash nëse dikush ka investuar shumë lekë me resort plago, mund t'i japësh dhe pak akses që t'i japi këtyre pushuzëve vet që argjojnë biliona dollar që ku dijon të keni një akses më privat te kjo zonë. Ne push me vete që të qellojnë, se kanë qef gjallën. Normal. Vrasin ai gjë që zvritet. Por ajo që s'pëlqeu plagu ishte mënyra se si u menaxhua situata plak. Madje për të larë mutin më shurr, Rama tha kompania Major Security tha që ka zvarrit atë tipin aku dëgjon, nuk do ekzistojë më, ta nuk do operojë më në Shqipëri, se është problemi i madh me ndru emrin e kompanisë edhe me operu me emër tjetër. Nejse. E arrestuan dhe atë pronarin e asaj kompanisë që i gjyti me grushtat e tipit me Demek, është në burg tani për momentin të paktën. Pastaj tha, ato që kanë vuat e Gardin, tha, kompania që ka vu Gardin aty tha do haj job majme. Do thënë Rama tani kaq dun shumica e socialistëve që janë do nuk shohin më plagët për thonë, por ja para Rama, çfarë do më nga Rama? E tha Gardin do i vëm job, kompaninë atje është zhduku komplet atë futi mbrend. Çfarë do më ti? E kupton? Policia e Vlorës plako tha që ai qytetari u fut me dhunë, ndërkohë që kishin video që ai s'u fut me dhunë, kështu që policia e Tiranës e mohoi këtë gjë, tha, duam të korrigjojmë policinë e Vlorës, tha, imagjinoti plako, po dhe me njëra tjetër nuk koordinohen, që ai qytetari nuk u fut me dhunë, por ishte security që nuk e menaxhoi mirë situatën, domethënë me Demek. Po, security që ishte aty kot se për çfarë mbronte ajri. Që mbrohet nga UNESCO plako, vjen qeveria e ardhshme dhe ndërton diçka tjetër aty plak, se ashtu i teket, bën një projekt tjetër. Çfarë do ngelet nga ajo ti? Jo, po ato te UNESCO-s nuk UNESCO-s nuk preken përgjithsisht. Kush mbrohet në UNESCO? Përgjithsisht. Por dhe parqet kombëtare, se zonat e mbrojtura prandaj janë mbrojtura sepse janë përgjithsisht pronë shtetërore, se zona me biodiversitet pa parë ose zona shumë të veçanta që janë pasuri kombëtare në një farë mënyre. Nga ana tjetër shumë veta kanë prona private në këto zona, siç ishte rasti në Theth. Unë di njerëz për shembull tani që Vjosa pronë private është interesant plak, se shteti është shumë më i madh se individi. Edhe ti që se ke një pronë private, vjen shteti plak dhe ta merr. Nuk ta merr po dhe s'ta merr, sepse edhe në parqe kombëtare nëpër vende të ndryshme të botës mund të kesh pronë private, sepse ti e ke pas brezit dhe tani vjen ai shteti thotë kjo është zonë e mbrojtur. Shumë mirë. Nuk ta marrin plak, nuk janë detyruar me ta marr. Nuk se ta marrin me zorë. Nëse po themi që projekti bën një rrugë ke shtëpia jote, po tjetër gjë ajo, po 60 pallate ti mbie keq që do me shit shtëpinë, po do të heqim çfarë. Për shembull, ato fotot e bua që shefti në Theth, të asaj kishës bukur, të atij fshatit lezetshëm. Tash shumë të fshatit. Jo, tani sipas te i bie që shteti mund i thotë ty tani, ndërkohë ata janë në zonë mbrojtur, e dau ikin çik njëu tani. Ai nuk i thot atë, ai le aty të jetojnë ata. Sepse ato është toka e tyre, por nuk i lejon që të ndërtojnë çfarë të duan, siç ndodhi herën e fundit që bën aca kabinën nëse ma men, edhe shkojnë pastaj morën me fadroma. Si gjithmonë të interesit. Për disa kohë për shembull aty nuk është i vendi më i përshtatshëm për të ndërtuar këtë projektin e madh 2 bilionë euro në Theth. Po themi. Ky se rund trapë thotë vazhdoni ju jetoni atje. Ama nëse vjen dikush thotë ky ishte vendi ideal për ndërtuar këtë. Aty më vjen shumë keq plako, po do ta spostojmë. Po, në këtë rast, po, nëse shteti ka një projekt gjigant, ndoshta me një vendim gjykate ose parlamenti mund të bëjë një ndryshim. Është pashmangë, vëlla, është pashmangë. Në Amerikë, duket në Texas, ishte njëri që nuk donte të shitse shtëpinë këtu. Ja kishte vetu plak komplet atë autostradën që do bëhesh atje. Edhe autostrada tani si Barcelona e Stalinit vinte anash, por se kishte bës një jetë ai ishte, nuk e ishte dot. Po. Edhe ky vazhdon të jetonte vetëm në zhurmë. Makina, domethënë, se aty makina kalosh njëjtë me shpinën e tij. Po aty vdiq plak aty e shijoj aty kaloi, nuk është se ka shumë rëndësi, po boni çat deshte. Kurse ne funksionojmë ndryshe. E drejt, shumë e vërtet dhe kjo. Por nëse s'dua të futemi në këtë gjë sepse kjo është gjë që nuk e zgjidhim dot. Por që ajo që dua të them është që protestat kanë marrë dhën, tani po bëhen në vende të ndryshme të botës. Po bëhet një New York, më duket do bëhet një në Genova, Toronto, ku dëgjon. Jam kurioz, nëse kjo është gjë e shitur, edhe protestat vazhdojnë.
Jo, nuk është e shitur, sepse deri në këto momente është thjesht një projekt. Ata thjesht kanë, si çdo investitor, thjesht investitori ka hedhur projektin. Projekti mund të jetë aprovuar, por nuk tregon që është okay për të vazhduar. Ka akoma punë për të bërë. Do të thotë është në fazat më të para si gjë, domethënë nuk është se është kështu. Po nga ana tjetër ti nuk do doje të largoje një investitor të madh. Problemi që kam unë me këtë investitor është që Jared Kushner njihet në industri, që është një pjedheropsh dhe është një person që nuk është ka dokumentar pafund, vetëm futur një online, YouTube, në Netflix, ka dokumentare se si Jared Kushner gjithmonë është munduar që nuk është një person për shembull i sinqert që vjen të investojë, të bëj lek, se duhet të bëj lek normalisht se është biznesmen, dhe të vazhdoj. Është një person që vinë aty e shfrytëzojnë dhe ta lejnë pastaj në mysybep atë vendin pasi duhet largohen. Edhe ti nuk është se përfiton asnjë gjë përveç se thërrime. Edhe një shkatrim total. Që nuk I kam shumë besë, por më tepër faktorë që kanë qenë mbrapa që e mbështesin, domethënë që janë komplet vetëm për biznes. Kjo është një gjë që më pëlqen shumë fare. Por nga ana tjetër kush ja mund ta gjykojë, nëse ai me vërtet këtë ëndrrën e madhe për të bërë një projekt të paparë në Shqipëri, le ta bëjnë. Por projekti, pse ky projekt nuk duhet vazhdojë, për mendimin tim është vetëm për mënyrën se si u menaxhua. Domethënë unë isha Jared Kushner, po kushdo investitor dhe të shoh ato skena ndaj një kompani që unë e kam punësuar që të kujdeset për atë pronë, që me demek ne do zhvillojmë diçka, një projekt gjigant më të madh në këtë vend, dhe të bëjnë ato skena duke të rrej zvarr qytetar plako, mu do mikte truri dhe do thoja, e pari do të idhja në gjyq herë, po më prishin imazhin, se kjo është prishje imazhi në farë mënyrë edhe për Jared Kushner, sepse apo jo, aty ka dalë emri në çdo gazetë tani, kudo. Ai ka pas emrin edhe për budalliqe të tjera, po e kam fjalën. Po përse ka pas, nuk është një diferencë e madhe, ja është edhe Shqipëria. Po madje është duke investiguar nga Senati amerikan pikërisht nga Kongresi amerikan, pikërisht vetëm për çështjen e Zvërnecit dhe të kësaj, po jo për mashtrime, po për çështje etike, për faktin që ka marrë aferë, domethënë e ka marrë kështu si I është bërë si nder nga që është dhëndri I presidentit, jo se e meriton atë zonë, e kupton? Pra nuk është se është bërë aty një tender se pas në konkurrencë, është një përzgjedhje direkte. Kushner I plagu kam parë intervistën që tha, më takoj kur isha aty tha me varg, tha erdhi Edi Rama, tha kryeministri veta që ishte një artista dhe që erdhi të thonë për Edi Ramën gjëra të mëdha fare. Edhe ai tha, kishte një vizion të paparë për Shqipërinë, dhe tha, pse nuk bëni investim? Unë thash, po patjetër, kupton, gjasë më bë muhabet kafe me cigare, me kështu gjë. Po, edhe Edi Rama erdhi me notë ke vargë, thash, fal, po nuk lejohet me ardh këtu, që kjo është zona janë kryeministri I Shqipërisë, Edi Rama. Kryeministri I Shqipërisë? Po s'njofta tha se të kam pa vetëm me kostum, I tha ky. Jo, I tha Edi Rama, s'mjefta se jam nga mesi e poshtë jam në ujë, tha, po sa dalë sipër do më njofësh. Jam nudist. Jam budist. Po, drejt. Po, doli sa I gjatë qeke. Tashi. Okej, shumë. Si mendon për këto protestat plagu që deri tani kanë qenë shumë paqësorë dhe që unë mendoj që të vazhdojnë të jenë paqësorë. Po, pashja ca skena për shembull që nuk e kuptojnë ajër këto qeveri shqiptare. Pse duhet për shembull të dëgjosh protestuesët me ujë? Kot. Ose të vesh I garda të pa lidhje. Kur ata s'janë të dhunshëm, s'janë bë akoma të dhunshëm. Po duket sigur dashi po mbron planin fillestar që është projekti. Do të thënë ulën projektin poshtë, po të themi që tek protesta ka pasur edhe njerëz të dhunshëm që ja ulin çika të vlerën e madhe iniciativës protestës. Qose për shembull vetë qeveria fut 3 individ që hedhin shashka, hedhin bomba. Do janë vetë qeverisë. Po. Normalisht edhe protestuesit e tjerë planë të dalin më aq. Ore nuk do dalin më aq kollaj. Imazhin patjetër. Prandaj njerëzit duhet dalin komplet paqësor sepse një gjë të bësh filloi një gjë e dhunshme aty, gjithë kauza bie në një farë mënyrë. Bie edhe do kesh frikë me vërtet që dalësh prapë nesër. Po dua të jenë të kujdesshëm. Po, do të jenë të kujdesshëm protestuesit plago se kanë paca pankarta, që e kuptoj që pankartat që nuk është se janë gjithë me një mendje. Kërkojnë ca gjëra plago që nuk janë realiste dhe kur kërkojnë gjëra që janë realiste, gjithmonë do zgënjesh dhe do duket sikur po kërkoni qisha në hell dhe nuk ka për të bërë asgjë. Për shembull, nëse fillojnë plago bëni pankart, çka kërkojnë tani është dorëheqja e kryeministrit, dorëheqja e gjithë qeverisë dhe ai shumë sa do doja që këto gjëra të zbatoheshin nesmen, këto janë gjëra që nuk kanë për ndodhur, sepse asnjë kryeministër në botë nuk do jepte dorëheqjen për një gjë të tillë, sepse nuk është se është kap në korrupsion, nuk është se është një, domethënë,
ai shumë mirë mund ta pim po i gjithë diskutimin plagun e gjë. Kap, do paktën 20 vjet të shmrena apo jo. Edhe ajo do ishte vështirë. Po bravo. Ma shiqare domethënë nuk ka, domethënë është ideja që nuk është aq e thjesht kërkesa. Pse mos kërkojmë gjërat avash dhe pastaj duke u rritur protestat fillon si fillim. Se kjo tregon protestën që ishte pavarur, që s'ka lidhje fare asnjë lidhje direkte politike. Për shembull, ne s'na pëlqeu gjë plaku dhe nuk e dum. Nuk e dum valla, ne jemi ato që dhan votën, tash nuk e dum. Do na dëgjosh? Po s'na dëgjoj plaku ti dije që do kesh protesta gjithkohës. Edhe të di që protestat mund të kthehen edhe nga krahu tjetër që të marrin kryeministrin përpara edhe ike. Shoqë për lesh. Çat kushton ty për shembull, thuash, jo, okay, janë $2 bilion që varo. Me jo çat pjesë mund të kemë ka 2 bilionë. Nuk jam pak, bro. Ja, shumë lek plako dhe për ekonomisht ata do ishte shumë mirë, por çdo gjë është bërë në mënyrë shumë. Plako dhe Rama ka vlerë. Ky sulmi organizuar plako ku media s'fliste, asnjëri s'fliste, as politikan, as influencer. Do duk kështu sikur po fshinin damkën më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë, por e kupton që edhe kjo të bën dyshosh i sekonde çfarë po ndodh këtu. Regjistër me veta, por do të thonë nëse del ti për shembull, del profeti, tha 2 gjëra kundra qeverisë, ose foli profeti po hante konfeti. E kupton ti? Do shkosh ti nesër atje do thuash, ç'a bone o bora Zemani, a mund vi aty ke emisioni jote? Falti që dolën protest. Tallkare? Drejt short. Po jeni më, e di shke, m'fal. E di unë falë. Si për ironi kombëtare shqiptare me trajnerin e ri luajti kundra Izraelit dhe u rraf 1-0 me qia fjala. Dhe shqiptarët bën gjën më heroike duke i gjytë futbollistëve të Izraelit me sende me gjëra. Po. E për që rakete lëshoja i Izraeliti? Ka pa lidhje. Në tregon çaj goli. Nice. Sido që tjetë, më pëlqejnë këto super protesta paqësore. Bravo u qoftë. Dhe shpresoj që t'jeni më realist, domethënë që të qëndroni kështu bashk dhe me këtë frymën e bukur se ndoshta diçka do arrim. Nga ana tjetër s'jemi kundra investimeve, por këto skena duhet të ndalojnë një herë mirë në Shqipëri, tregje zvarr, rrahje, këto skenat e shpifra ku policia gënjen, ku kryeministri fillon budalliqe, do për shembull posto Rama. Shqiptarë si ato fëmijët e vegjël plako që e ke pasur. Shkoi ka faqe thua, e di ç'ke shko këtej, ose merr këtë levën që ta kam heq ka kompjuter dhe luaj me këtë ti. Mos ta trajtoni ashtu. Përveç asaj, Rama poston një video në Zvërneci, po me plera vërdall plako, donte ajo pjesa e edhe gjasme. Dhe Rama po ka vetë 70 në vazhdimisht. Edhe desha do ti shkush plako. O kari, po shpërgjësia jote me pastrua kari, jo jona, ne duhet ta marrim pastër, është vërtet po. Ose jote me pastrua. Se ke pastrua deri ditë që do të thotë, të pastroj ky amerikan. Kjo 10 vjet do pastroj qytetari, po ti pra se aty ka turista, vijnë turisti do edhe i qose aq di. Budallash turisti, okay. Po për s'ka kosha ç'do bëj, do ta marrin vetëm çantë. Ç'është japonez? Po ja, po. Bravo, tamam. Japonezët kanë xhepat me pistiqe. Imagjino, më dëgjoj. E di të fortë di plagë që në Japoni, apo ti më ke thënë, mos më ke thënë ti se ti ç'as thu. Në Japoni plagë nuk ishte kosha. No, si vën plagë dhe i fuzin me qese në rrugës me plera në dorë. Ku shkon më ka? Ja në. Po. Si ku vika herë këtu, ç'ke ke? Se pasi kanë çantat japoneze plagë. Shofa te kalamoni vogël plagë çanta gjigante fare. 10 metra. Ku shkon? Gjysma plera, gjysma libra. Ama je bëtë detyrat ja i sekond se ja bëllov shtu kërët pa lidhja i të nxjerr detyrat e shtëpisë mes plerave. Dile detyrat era kosi thartu. Po ç'të bësh se aty lëmsh. Kosi fruta, po. Nëse ishte shumë e keqe, po sido që tjetë nuk e çaj bën Lucifer. Ne do e mbyllim këtë podcast mrekullueshëm me një shkrim nga mbledhëria. Ta bëjmë nga mbledhëria? Direkt. Nga Zvërneci ke mbledhëria, tallesh ti. Pse bur? Mirë, mbylli fare. Hajde. Ju pudhim gjithëve, mos harroni ta mbështetni në Patreon, mbështetja juaj gjithçka që garanton vazhdueshmërinë e këtij podcasti underground, por ne mund të kemi thënë gjëra që janë të vërteta për Zvërnecin, se normalisht nuk i dimë informacionet të gjitha, po jam i bindur që dhe ju nuk i dini të gjitha, por ne duhet i dimë të gjitha.
Kështu që çfarëdo që dini na e shkruani për koment që ne ta dim dhe ta diskutojmë ndoshta në podcastin e radhës. Puç. Shqiptari s'ka pas as i zog grozë. Por të kam thonë një herë me rreth shtëpit, kam thonë një herë që kam një temë që më ka thonë një ndjekës në ka harroj prapë, ja shikon ti filloi këtu, e kam aty që më ka shkruar këtu në Patreon. Nëse pelikani, flamingo. Ika burik. Hajde, ciao.